Shpeshherë katastrofat më të mëdha nuk vijnë nga mungesa e zgjuarësisë, përkundrazi. Ato shkaktohen nga tmetat fshehuara në mënyrën se si mendojnë edhe njerëzit më briljantë. Pikërisht këto kurthe mendore do t'i zbulojmë dhe do të shohim se si mund të kenë pasoja absolutisht shkatruese. Gjithçka pra fillon pikërisht këtu, me një objekt të vetëm, në dukje krejtësisht të parëndësishëm, një copë e vogël shkume. Por kjo copë shkume do të bëjë zemra e një tragjedie kombëtare. Ajo do të ndiste një mister që do të trondiste nga themelet njërën prej organizatave më të admiruara në botë. Le ta kthem kokën pas. Jemi në janar të vitit 2003. Gjatë lëshimit të anijes kosmike Columbia, një copë shkume izoluese shkëpute dhe godet krahun e saj. Okej, inxhinierët e shohin këtë në disa foto paksa të turbullta dhe menjëherë ngren alarmin. Por ja ku qëndron problemi. Menaxhmenti i lartë i NASA-s e kishte parë këtë film më parë. Goditje të tilla kishin ndodhur edhe herë të tjera pa pasoja, kështu që ishin klasifikuar si rrezik i pranueshëm. Ata e bindën veten se nuk ishte diçka serioze. Më një shkurt, kur Columbia u përpoq të kthehej në tokë, kjo bindje u kthye në një gabim fatal. E kjo na sjell te pyetja kryesore, apo jo? Si ishte mundur që një problem i njohur, i diskutuar hapurazi, çojë në një katastrofë të tillë? Përgjigja çuditërisht nuk gjendet te teknologjia. Jo, gjendet te psikologjia njerëzore. Për ta kuptuar, duhet të shohim se si funksiononte mendja e tyre. Çdo herë që një anije kthehej shëndoshe mirë pas një goditje shkumi, bindja se ishte diçka e padëmshme, çmendosej. Sa më shumë suksese kishin, aq më të verbër bëheshin. Nuk ishte thjesht optimizëm, ishte një kurth mendor që po ngrihej dale nga dal, i ushqyer nga vetë sukseset e së kaluarës. Po krijohej një ndjenjë e rreme sigurie, sepse ata po shihnin vetëm provat që donin të shihnin. Dhe ja ku e kemi fajtorin psikologjik. Ky nuk është një gabim i rastësishëm, është një prirje sistematike e trurit ton, e njohur si kurthi i konfirmimit. Pra, çfarë është ky paragjykim konfirmimi? E thënë thjesht, është tendenca jonë natyrale për t'i dhënë përparësi informacionit që përputhet me atë që ne tashmë besojmë. Tek NASA, kjo u shfaq në mënyra vërtet alarmuese. Për shembull, ata nuk i mirëmbanin si duhet kamerat, ndaj fotot ishin gjithmonë të paqarta. Dhe një menaxher i misionit fliste vazhdimisht me një ekspert që rastësisht ndante të njëjtin mendim me të, pra që shkuma nuk ishte rrezikshme. Ndërkohë, zërat e tjerë që ishin thellësisht të shqetësuar thjesht anashkaloheshin. Ky citat nga raporti zyrtar i hetimit e përmbledh në mënyrë perfekte. Nuk ishte një gabim llogaritje, ishte një lidhje fortë me një bindje ekzistuese. Një refuzim pothuajse i pavetëdijshëm për të pranuar prova që e sfidonin atë bindje. Dhe mos mendoni se kjo ndodh vetëm te NASA, absolutisht jo. Le të shohim një studim klasik. U morën njerëz me bindje të forta, pro dhe kundër dënimit me vdekje. Atyre ju dhanë për të lexuar dy studime shkencore. Njëri që mbështeste pikpamjen e tyre dhe tjetri që e kundërshtonte. Dhe rezultati? Të gjithë, pa përjashtim, i vlerësuan studimet që konfirmonin bindjet e tyre si shumë më të besueshme dhe bindse. Pra, në vend që të afroheshin, pikpamjet e tyre u bën edhe më ekstreme, edhe më të polarizuara. Por, siç e tham, kurthi i konfirmimit është vetëm maja e icebergut. Truri ynë na ngre plot kurthe të tjera. Le të hedhim një sy të shpejt disa prej tyre, që janë po aq të fuqishme dhe po aq mashtruese. Mirë, le të bëjmë një eksperiment vogël mendor, një pyetje historie. Kur u mposhtë Attila Huni? Tani, para se të hidhni një datë, bëni diçka tjetër. Mendoni për 3 shifrat e fundit të numrit të telefonit. Thjesht mbajeni atë numër në mendje për një sekond. Kjo që sapo ndodhi është një shembull perfekt i paragjykimit të ankorimit. Në një studim të ngjashëm, njerëzit me 3 shifrat e fundit të telefonit më të ulta dhanë një vit më të hershëm për mshposhtjen e Atillës. Ata me numra më të lartë dhanë një vit më të vonshëm. Numri i telefonit, një informacion krejtësisht i rastësishëm, shërbeu si një spirancë që e tërhoqi zvar gjykimin e tyre, e pabesueshme apo jo. Dhe përgjigjja e saktë për kuriozitet është viti 451 pas Krishtit. Tani kalojmë te një tjetër paragjykim. Ajo ndjenja e bezdisshme e dija unë që kështu do ndodhte. Ky quhet paragjykimi i vështrimit pas. Është tendenca jonë për të besuar pasi diçka ka ndodhur se rezultati ishte i qartë dhe i parashikueshëm që në fillim. Kjo shifër këtu është vërtet tronditse. Në vitin 1972, pas udhëtimeve historike të presidentit Nixon në Kiev, Rusi, studiuesit pyetën studentët se çfarë kishin parashikuar për rezultatet. Disa muaj më vonë, i pyetën sërish se çfarë kishin parashikuar dhe çfarë ndodhi. Plot 84% e tyre i mbanin mend gabim parashikimet e tyre origjinale, duke i kujtuar si shumë më të sakta se sa kishin qenë në të vërtetë. Në thelb,
ne rishkruajmë historinë në mendjen tonë për të dukur më të zgjuar. Mirë, pra, pyetja e madhe është kjo. A jemi të dënuar të biem pre e këtyre kurtheve mendore? Përgjigjja, për fat të mirë, është jo. Jo domosdoshmërisht. Ka strategji konkrete që mund t'i përdorim për të luftuar këto prirje dhe për të marrë vendime më të kthjellta. Okej, si luftohet konkretisht kurthi i konfirmimit? Së pari, duhet jemi proaktiv. Bëni pyetje që kërkojnë të gjejnë të meta në idenë tuaj, jo pyetje që e konfirmojnë atë. Së dyti, mos u fiksoni vetëm me një shpjegim. Eksploroni disa hipoteza alternative. Së treti, nëse jeni në një grup, caktoni dikë zyrtarisht të luajë rolin e avokatit të djallit. Detyra atyre është të gjenë çdo dobësi në plan. Dhe së fundi, kur flisni me ekspert, mos pranoni verbërisht përgjigjen e tyre. Kërkojuni të shpjegojnë procesin, arsyetimin që i çojnë atë përfundim. Dhe për këtë, ka një histori të jashtëzakonshme. Charles Darwin ishte aq i vetëdijshëm për këtë kurth mendor, saqë mbante një fletore të veçantë. Në atë fletore, ai shënonte me zell çdo të dhënë, çdo vëzhgim sato i vogël që dukej se sfidonte teorinë e tij të evolucionit. Pse? Sepse ai e dinte që truri i tij do të prirrej natyrshëm ti harronte ato. Ai po mbronte në mënyrë aktive punën e jetës së tij, nga pikat e tij të verbra. Dhe kjo na lëm një pyetje të fundit për reflektim. Mendoni për një bindje të fortë që mbahet për punën, për jetën, për botën. A është bërë ndonjëherë një përpjekje sinqertë dhe aktive për të gjetur prova që e kundërshtojnë atë? Përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje mund të zbulojë pikën tonë më të madhe të verbër. Faleminderit që ndoqët këtë shpjegim.